Selam aleikum, sa është limiti i sabrit? Se shumë po kam zullum prej familjarëve të burrit. Jam keq shumë. Aleikum selam motër. Sabri gjithmonë është i mirë. Kjo është esenciale. Sabri është nur, është dritë. Mirë po. Sabri nuk ka një njësi matëse, me thonë, sabri 20 barë. Është i mirë, mas 20 barëve pëlcit, si kur ta frynat balonën ose diçka pëlcit pastaj. Nuk ka. Kret kjo më varet prej rrethonave në cilat ti e tu kalu. Mas pari më varet prej llojit të padrejtësisë që janë tu ta bë, edhe dyta prej fuqisë brendshme ti që e ke. Nëse zullumi që janë tu ta bë është i patolerueshëm, mos bën sabër hiç. Për shembull, po të akuzojnë me amoralitet, tash ti me bë sabër? Jo, me të parën mos bën sabër. Pra më varet prej llojit të padrejtësisë që janë ata tu ta bë. Por, nëse janë si krimet cilat, ti i sheh se nuk ndikojnë personalitetin tënë, nuk ndikojnë të ardhmen tënde, nuk ndikojnë në jetën bashkëtorë, të fëmijët e tu, të familja jote, edhe e trajton këto si një sprovë, përmes të cilës ti thu, du me ba sabër për i Zatë Zotit me fitu xhenetin, le të flasin. Edhe ti nuk ndikon kur gjë, as në shnetën tonë, as psiqik, as në iman, as në ardhmërias. Kaloj, mos e ul nivelin, më marrë me çdo kënd. Pra më varet prej asaj atij zullumi që ata po ta bëjnë. Pastaj tjetra, ka një njeri që është shumë më i fortë, ka dikush që sunduron. Unë po të them ty, mos e prishti veten tënde. Sa më bë sabër. Qatë sa ti nuk e dëmton veten. Kur e dëmton veten, tash si nusë, si gru që e në atë shtëpi, ulëm me bashortin tënd. Çka do që bani? E jap një këshill, hoxha. Mos ndërmerrni hapa të gutshëm, jo, pa u konsultuar me bashortin, pa ai ku atë ka. Çfarë mendimi ka, çfarë sjellje ka, a mund të ndërmjetësoj të ata, a mund të merr një vendim, me të lënë ty rahat, ose munda. Kjo e para, mu konsultu me bashortin. E dyta, mu konsultu me prindët e tu, me familjen tonë. Jemi kundër atyre ideve që unë jam vetë zoja, unë e kam fakultet, unë e kam doktoraturë, unë kam pare, unë kam... S'ka lidhje motër. Baba, nana, vllaznit, motrat, janë familja jote, që me mishe me shpirt dojnë ty. Ashtu, pa ditë ata kur gja, mos merr vendime. Prandaj, të kesh kujdes të që ti përmenda, analizoj me kujdes.